A e dini se Izraeli pothuajse u themelua në Shqipëri? Është një histori alternative magjepsëse që mund të ketë një ndikim të rëndësishëm. Në fillim të viteve 1900, ekzistonte një lëvizje e quajtur Organizata Territoriale Ebraike, e cila kërkonte të krijonte një AD për ebrejt jashtë Palestinës. Në atë kohë Shqipëria ishte në diskutime me organizatën për të bërë potencialisht AD-u i ri ebre. Megjithatë, për shkak të sfidave të ndryshme gjeopolitike dhe logjistike, plani përfundimisht u rrëzua. Është e pabesueshme të mendosh se sa e ndryshme mund kishte qenë bota nëse Izraeli do të ishte vendosur në një vend krejtësisht tjetër. Për shekuj me radhë, ebrejt u persekutuan pothuajse në gjitha vendet e Evropës për shkak të besimit të tyre. Ata u shtynë në skajt e shoqërisë dhe në disa raste u përjashtuan plotësisht. Persekutimi e ebrejve më pas arriti kulmin e tij gjatë luftës së dytë botërore, një nga kapitujt më të errët të historisë. Në mënyrë që të mos përsëritej me kjo histori, u vu në veprim një plan që ishte diskutuar që në shekullin e 19. Ebrejve do t'ju jepej shteti i tyre, në të cilin ata mund të jetonin në paqe. Kështu që në vitin 1948, në mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara,